Tani, sot do të fillojmë një mësim të bukur, pra një vjersh për veshjet tona, po jo për të gjitha veshjet, por se si fëmijët duhet të mësohen që t'i bëjnë të gjitha gjërat vetë. Mirë? Sepse jeni të rritur, tani jeni 4 vjeç dhe jeni më të rritur. Prandaj duhet mësojeni jo t'ja u bëj mami gjithmonë gjërat, po t'i bëni vetë. Mirë? Tani, ju bëj sa pyetje më përpara, edukatore se të fillojmë vjershën. Këto Ismail dëgjo mësimin. Në cilën stin jemi ne tani? Bravo, në stinën e vjeshtë. Si është moti në këtë stin? Çfarë ndodh dielli? Bravo, bravo Rajla. I ftohtë. Pse ftohet moti? Çfarë ndodh diellit? Po që të biri shi, nga se bie shi? Nga kush bie shiu? Nga ret. Pra diellin e mbulojnë kush? Ret. E mbulojnë ret. Dhe fryt, dëgjojmë nga fryn era, dëgjojmë këtu, shkumt. Ret dhe në tokë bie shi. Bravo. Kush mbushet me ujë kur bie shiu në tokë? Lumjerzen, bravo. Lumejt, gjithë lumejt e Shqipërisë mbushen me ujë, po ne kemi lumin e rzen afër. Mbushet me ujë në kohën kur bie shumë shi. Mirë, dëgjojmë edukatoren. O zoj, çfarë bëjnë në këtë stin? Bravo, iki në vende të ngrohta, sepse nuk i durojnë dot të ftohtin këtu. Bravo, marrin çantat me rrobat dhe iken. Po, bravo dhe vishën dhe iken. Po kafshët, çfarë bëjnë në këtë stin? Çfarë pastrojnë strofullat e tyre, i bëjnë gati për në dimër që ty brenda, ë? Se ato janë shtëpitë atyre, nuk janë si shtëpinë tona me tulla, po janë gërmojnë në për male, në për kodra dhe bëjnë shtëpitë e tyre që quhen strofulla. Mirë, bravo, si ato atje. Tani dëgjojmë edukatoren. Çfarë i blejnë mamat fëmijëve për të shkuar në kopësh? Ë? Çadra. Që mos të lagen nga shiu kur shkojnë në kopësh apo në shkollë. Mirë. Çfarë shohim tjetër? Në këtë stin punohet dhe toka dhe bëhet gati për të mbjellur gjërat e dimrit. Pra të vjeshtës dhe të dimrit. Tani, dëgjojmë edukatoren. Vjeshta nuk është, çfarë ndodh pemëve në këtë stin, se nuk e tham. Ha. Mirë, era shkund ret dhe bie shiu në tokë. Po pemëve çfarë ndodh kur fryn erë? Bien gjedhe në tokë. Pse? Po bari, çfarë ngjyre merr? Si? Të verdh. Nga i gjelbër bëhet i verdh. Pse bëhet i verdh? Se thahet. Po gjedhet, edhe gjedhet që bie në tokë janë të thara. Bravo. Po si ato atje të vjeshtës. Tash i dëgjojmë edukatoren. Edhe si ato atje, shefë dhe stina vjeshtët aty që kanë rënë të gjitha gjedhet në tokë. Tani dëgjojmë edukatoren. Mirë. Por në këtë stin, kush janë frutat e kësaj stine, se s'ka vetëm shi dhe erë vjeshta, ka dhe gjëra të mira. Moll, i kemi emrin? Moll, dar, rush, hurma, ftoj dhe shek. Bravo, to janë frutat e sinës së vjeshtës. Pra vjeshta ka dhe gjëra të mira. Si vishemi ne në këtë stin? Prit. Me rroba të trasha. Se vishemi me rroba të trasha, se moti është i tokë. Bravo. Atëherë, dëgjojmë edukatoren. Fëmijët duhet që çdo punë tash që jeni rritur ta kryeni vetë. Jo gjithmonë ta bëj mami. Për shembull, ju edhe mund të mësoni pak a shumë të lani të paktën fytyrën, se trupin çup ja u lan mami ke dushi, po fytyrën, duart, veshët, gushën, dhëmbët, duhet të mësoni t'i lani vetë me furçe, apo të visheni, të kriheni vetë dhe të visheni vetë. Dhe sot me edukatorin do të mësojmë një vjersh ku flet për unë vishem vetë titulli. Se si ju duhet të kryeni detyrat e vetes tuaj vetë. Po, edhe ato aty sytë, po, çdo gjë pastrohet me duart tuaja. Tani dëgjojmë edukatoren. Të gjitha, tani do ta recitoj njëherë edukatorja, pastaj do ta mësojmë së bashku dhe unë do ngrë 2 apo 3 fëmijë që mund ta thonë vetë pa ndihmën e edukatorës, po me pak ndihmë nga unë. Fillova. Joeli, kujdes.
Fillova, ullu mirë Medina. Medina ullu mirë dhe ngri këmbët aty. Vendosi në mbështetjen e karrikës. Bravo. Fillova. Dëgjoj me edukatoren sepse do ju pyes rreth vjershës. Gjeni mos e ngacmo shokun. Do t'ju pyes rreth vjershës. Po më parë më dëgjoni. Titulli i vjershës edhe një herë është Unë vishem vet. Atëherë. Prit, ta recitoj edukatore një herë dhe do ju pyes. Mos më la se lahem vet. Unë tani u rrita. Mos më kri se kriem vet. Unë tani u rrita. Mos më vish se vishem vet. Unë tani u rrita. Unë tani jam 4 vjeç dhe i bëj të gjitha vet. Ha? Tani tu pyes edukatore rreth vjershës? Se thot ai djali dhe vajza i vogël, mamit, mos më la se lajm vet. A duhet të mësojmë ne që të lajmi vet dhe jo gjithmonë na loj mami? Bravo. Të paktën, jo ashtu, të paktën. Të lajm fytyrën, duart, fytyrën, të lajm veshët, gushën edhe dhëmbët, ka gjë mund ta bëjmë. Tjetër, në dush ndihmon mami pastaj. Për të krehur, a duhet të mësojmë të krijemi vet? Që edhe kur të dalim në rrugë, jo, Perla, kujdes, që edhe kur të dalim në rrugë, mos të dalim me ato flokët të shpupuritura si që grejmi nga gjumi, ashtu si për i bret, ha? Pra duhet të krijemi të dalim sa më të bukur. Po? Duhet i pastrojmë, t'i krejmë vetë flokët. Po për të veshur, a duhet të mësojmë të vishemi vetë? Duhet të mësojmë të vishemi vetë, të veshim me edukatoren bluzën, heqim për shembull bijamet e gjumit dhe veshim rrobat që do lëvizim gjatë ditës, po? Me të gjata vishemi tash, bravo, sepse tash Stina vjeshës është më e ftohtë. Dhe vishemi me bluze me mangë të gjata, veshim pantallona, veshim çorapet e pambukut dhe veshim edhe atlete ose këpuc. Mirë? Mirë. Tani, fillojmë edukatorin e mësojmë të gjithë së bashku? Tani, e recitojmë të gjithë së bashku vjershën? Unë vishem vet edhe njerë. Fillojmë. Mos më la se lahem vet. Unë tani u rrita. Mos më kri se krihem vet. Unë tani u rrita. Mos më vish se vishem vet. Unë tani u rrita. Unë tani jam 4 vjeç dhe i bëj të gjitha vet. Bravo. Tashi mund të ngrej edukatorja 2 apo 3 fëmijë që ta thonë vjershën këtu. Mirë? Hajde Raila. Hajde, edukator, fillo. Mos unë tani u mos më krise krihem vet. Ngrizër. Unë tani u rrita. Mos më vish se vishem vet. Unë tani u rrita. Unë tani jam 4 vjeç dhe i bëj të gjitha vet. Bravo, përplasim duart për Ailën. Një fëmijë tjetër, kush vjen? Hajde, Kisi. Jo, po Kisi se ka dëgjuar shumë, e mban mend ti vjershën? Vaj sa e tham, pa një fillojmë. Mos më la se lahem vet. Unë tani u bravo. Mos më kri se krihem vet. Unë tani u rrita. Mos më vish se vishem vet. Unë tani u rrita. Unë tani jam 4 vjeç dhe i bëj të gjitha vet. Bravo, bravo. Mirë Kisi. Me Aisha ke dëgjuar, bravo. Kush vjen tjetër? Kush vjen tjetër? Hajde Perla, bëhet gati sa marri pastaj. Ha, bravo. Ngri zërin fort. Mos më la se lahem vet. Unë tani u rrita.
Mos më kri se krihem vet. Unë tani u rrita. Mos më vish se vishem vet. Unë tani u rrita. Unë tani jam 4 vjeç dhe I bëj të gjitha vet. Bravo Perla. Hajde kush tjetër vjen? Amari? Po hajde me edukatoren këtu. Kujdes. Fillojmë dëgjojmë shokun. Fillojmë. Mos më la se lahem vet. Unë tani u rrita. Mos më kri se krihem vet. Unë tani u rrita. Mos më vish se vishem vet. Unë tani u rrita. Unë tani jam 4 vjeç dhe I bëj të gjitha vet. Bravo! Bravo Amari. Kush tjetër vjen? Kush tjetër? Kush? Belkiza vogël mi? Hajde mi Belkiza, shof edukatorja. Ja dëgjojmë dhe Belkizën e vogël. Fillon me edukatoren. Më la, ngrizojnë se lahem vet. Unë tani u rrita. Mos më kri se krihem vet. Unë tani u rrita. Mos më vish vishem vet. Bravo. Unë tani u rrita. Unë tani jam 4 vjeç dhe I bëj të gjitha vet. Bravo. Bravo. Bravo dhe Bilkiza vogël. Kush vjen tjetër? Hajde Medina. Filloj me edukatorin. Mos më la se lahem vet. Unë tani u bravo, ngrizojnë. Mos më kri se krihem vet. Unë tani u rrit. Mos më vish vishem vet. Bravo. Unë tani u rrit. Unë tani jam 4 vjeç, bravo, dhe I bëj të gjitha. Bravo, je shumë e mirë. Bravo Medina. Kush tjetër vjen? Kush tjetër vjen? Vjen Anajdi? Hajde ke edukatolja. Hajde ke edukatolja jote. Mbajnë qëtësi tash I dëgjojmë Anajdin. Mos më la se lahem vet. Unë tani u rrita. Mos më kri se krijem vet. Unë tani u rrita. Mos më vish se vishem vet. Unë tani u rrita. Unë tani jam 4 vjeç dhe I bëj të gjitha vet. Bravo Anajdi, bravo. Bravo. Alea, hajde ki edukatorja. Vetëm ngrizërin. Mos më la se lahem vet. Unë tani u rrita. Mos më kri se krijem unë tani u rrita. Bravo. Mos më vish se vishem unë tani u rrita. Unë tani jam 4 vjeç dhe I bëj të gjitha vet. Bravo, bravo dhe Alea. Kush tjetër vjen? Kush tjetër vjen? Hajde Geri. Filloj me edukatoren. Mos Joeli. Fillo. Mos më la. Ha, bravo. Unë tani rrita. Mos më kri. Bravo. Unë tani u rrita. Mos më vish. Bravo. Unë tani u rrita. Unë tani jam 4 vjeç dhe I bëj të lumë. Bravo Geri. Të lumë. Bravo. Kush tjetër vjen? Noe. Do vish ta thuash ti? Hajde ke edukatorja. Hajde. Filloj me edukatorin. Mos më la se lahem vet. Unë tani u rrita, ngrizëri. Mos më kri se krijem vet.
Unë tani u rrita. Mos më vish, se vishën vet. Unë tani u rrita. Medina mos më plas duar. Unë tani jam 4 vjeç, ha? Dhe i bëj të gjitha vet. Bravo, bravo, vetëm grizorin. Hajde tjetër, hajde Xheli, do vish ti? Hajde të gatolen, dëgjojmë ty një herë. Mos më la. Mos më la. Po thuaj pra mos më la. Se lajm vet. Unë tani u rrita. Mos më kri. Se krijem vet. Unë tani u rrita. Mos më vish. Se vishën vet. Unë tani u rrita. Unë tani jam 4 vjeç. Jo, ti je 3 vjeç njerë. Unë tani sa? Jam 3 vjeç apo 4 vjeç? 4 vjeç. E bëjmë 4 që e rritur. Jam 4 vjeç. Thuaj 4 vjeç? Xheli, thuaj 4 vjeç? Dhe i bëj të gjitha vet. Thuaj dhe i bëj të gjitha vet. Bravo, bravo Xheli. Kush tjetër vjen? Amelia. Hajde. Ha. Filloj. Mos më la. Se lajm vet. Ha, unë tani. Mos më kri. Se krijem vet. Unë ta. Mos më se unë ta. Unë ta. Jam 4 dhe i bëj të gjitha. Bravo, bravo dhe Amelia. Kush tjetër vjen? Hajde, hajde me dukaton. Doni vogël. Hajde me dukatolia. Filloj me dukatolen. Mos më la. Se lajm vet. Grizër, unë tani u rrita. Mos më kri. Se krijem vet. Unë tani u rrita. Mos më vish. Ha, se vishën vet. Unë tani u rrita. Thuaj unë tani u rrita. Unë tani jam 4 vjeç. Jo, ti je 3 vjeç. Unë tani jam 3 vjeç. Dhe i bëj të gjitha vet. Po të ka qenë edukator. Bravo, Deoni. Bravo. Hajde ke edukatorja. Filloj me edukatoren. Mos më la. Se lajm vet. Unë tani u rrita. Mos më kri. Se krijem vet. Unë tani u rrita. Mos më vish. Se vishën vet. Unë tani u rrita. Unë tani jam 4 vjeç. Dhe i bëj të gjitha vet. Dhe i bëj të gjitha vet. Mirë, bravo. Filloj me edukatoren. Mos më la. Se lajm vet. Unë tani u rrita. Mos më kri. Se krijem vet. Unë tani u rrita. Mos më vish. Se vishën vet. Unë tani u rrita. Ha thuaj u rrita. U rrita. Unë tani jam 4 vjeç. Thuaj 4 vjeç. 4 vjeç. Dhe i bëj të gjitha vet. Mirë, mirë. Edhe më ndo ta dëgjosh ty që ta mësosh dhe ti si shokun. Mirë. Herë me edukatoren. Hajde ke edukatoren themi lirshëm. Mos më la. Se lajm vet. Unë tani u rrita. Mos më kri. Se krijem vet. Unë tani u rrita. Mos më vish. Se vishën vet. Unë tani u rrita. Tanajdi, unë tani u rrita. Unë tani jam 4 vjeç. Dhe i bëj të gjitha vet. Bravo Ismaili, bravo.